Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Gjykata speciale në Ag vazhdon masën e paraburgimit për Hashim Thaçin dhe të tjerët. Në vendimin mbi rishikimin e paraburgimit më 3 dhjetor 2025, gjykatësi vetëm urdhëroi vazhdimin e paraburgimit të Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt dhe Fadil Fazliut. Gjykatësi Gosnell pretendon se nëse do të liroheshin, ekziston rreziku real që të akuzuarit të mund të pengojnë ecurinë e procesit dhe të kryejnë të tjera vepra penale. Partia Socialiste nuk do të pranojë tërheqjen e firmave nga Partia Demokratike për 7 kandidatët që mbështeti për avokatin e popullit. Burime për media thonë se për socialiste tërheqja e firmave është jashtë afatit. Një ditë më parë, Partia Demokratike njoftoi papritur tërheqjen e firmave të gjithë deputetëve për kandidaturat që do t'i përcilleshin seancës për votim me argumentin se nënshkrimet janë dhënë përpara se kandidatët kalonin filtrin e Komisionit të Ligjeve. 26 kandidatët që shprehen interes për këtë post morën fillimisht miratimin nga Komisioni i Ligjeve, ndërsa afati i mbështetjes me 28 firma deputetësh, emrat që do t'i kalonin seancës plenare për votim, skadoi të martën. Socialistët nuk mbështeten me firma asnjë prej kandidatëve, ndërsa theksuan se do të votonin siç kërkon tradita parlamentare, një nga emrat që do të propozonte opozita. Partia Demokratike në Shqipëri vjon akuzat ndaj qeverisë se në 12 vite ka ngritur një sistem të korruptuar dhe vepron vetëm në favor të klientëve të saj. Në Kuvendin e Shqipërisë, deputetja demokrate Jurita Tabaku tha se Rama nuk synon një ekonomi të shumicës, por për një grusht njerëzish. Për herë të parë në historinë e post-tranzicionit, shteti është kontribuesi më i madh i rritjes. Ashtu si në ditët e ekonomisë komuniste e socialiste, ku rritja mbahej nga shpenzimet e shtetit e jo nga puna reale. Taksat neto kanë dhënë kontributin më të madh në rritjen ekonomike, 1.97%, si rezultati të çmimeve të larta, si rezultati konsumit të brendshëm të fryrë nga projektet e qeverisë, ku pjesa më e madhe e tyre janë korruptive. Tha ndër të tjera Tabaku. Kryeparlamentari i Republikës Maqedonisë së Veriut Afrim Gashi kërkon nga strategjia e re kombëtare për parandalimin e korrupsionit 2026-2030 të pasqyrojë vizionin se si duhet të funksionojë shteti dhe se si duhet të parandalohet korrupsioni. Apeli erdhi gjatë seancës së betimit të kryetarit të ri të Komisionit për Antikorrupsionin. Sipas Gashit, strategjia e re pasqyron një vizion të ri për mënyrën se si duhet të funksionojë shteti, një vizion i ndërtuar mbi analiza serioze të riskut, mbi praktika europiane, si dhe mbi konsultime të gjera me institucione ekspert, partnerë ndërkombëtar dhe shoqërie civile. Franca i ka syt nga Kina për zgjidhjen e konfliktit me Ukrainën. Presidenti francez Emmanuel Macron deklaroi se Kina zotëron aftësi vendimtare për të ndikuar në arritjen e një pushimi në Ukrainë. Komentet u bën gjatë takimit me presidentin kinez Xi Jinping i zhvilluar në sallën e madhe të popullit në Pekin. Macron theksoi se roli i Kinës në stabilizimin e situatës ndërkombëtare është i rëndësishëm, veçanërisht në krizën e vazhdueshme në Ukrainë. Ai nënvizoi se Pekini është një aktor me peshë në çështjet globale dhe se mbështetja e tij mund të jetë thelbësore për të shtyrë palët drejt një zgjidhjeje diplomatike. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.